Euroambasadori Mihalis Rokas ka thënë sot se rruga e Maqedonisë së Veriut për të ecë përpara në aspektin e eurointegrimeve u vendos në vitin 2022, duke folur në konferencën me rastin e 30 vjetorit të marrëdhënieve mes BE-s dhe Maqedonisë. Rokas tha se Maqedonia i përket familjes evropiane dhe është shumë më afër se sa mendojmë. Ajo që mungon në këtë moment, siç tha Rokas, është pak pragmatizëm dhe vullnet për bashkim në të gjithë spektrin politik në mënyrë që të realizohen hapat përfundimtar përpara drejt BE-s. Përkundër zhgënjimit, më shumë se 70% e qytetarëve në bazë të sondazheve të fundit kredibile mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian si rrugën e vetme që vendi të ecë përpara. Kjo na jep neve sensin e përgjegjësisë, sepse neve na duhet të tregojmë rezultate. Rruga për të ecë përpara për Maqedoninë e Veriut është vendosur në vitin 2022, që do të thotë se Maqedonia e Veriut dhe Bashkimi Evropian arritën marrëveshje e cila, le të themi, nëse do të zbatohej, do t'i lejonte vendit të ishte përpara çdo vendi tjetër antar. Ndërkaq zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje evropiane Bekim Sali theksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik, duke nënvizuar se pas përfundimit të skriningut, fokusi është vendosur tek përshpejtimi i reformave. 30 vite partneritet dhe 25 vite nga marrëveshja e stabilizim asociimit, dëshmojmë se rruga jonë evropiane është e qartë dhe e pathyeshme. Sot integrimi nuk është vetëm një qëllim, është proces i dorëzimit të rezultateve konkrete. Përmes agjendës së reformave dhe planit të rritjes, vendi tashmë po jep rezultate të matshme në fusha kyçe, si sundimi i ligjit, administrata publike dhe qeverisja ekonomike. Ministri theksoi se një proces i besueshëm zgjerimi kërkon përkushtim të dyanshëm, reforma reale nga vendet kandidate dhe parashikueshmëri nga Bashkimi Evropian.